Pas barazimit me ndeshje 1-1, fitore e Partizanit në Tiranë dhe Vllaznisë në Shkodër për të shpallur fituesin e ekipit kampion të sezonit 2024-2025 në volejboll meshkuj për 21 vjeçarët, do të luhet një ndeshje e tretë. Sipas formulës së Federatës Shqiptare të Volejbollit, ndeshja do të luhet në mesjavë në Pallatin e Sportit Aslan Rusit, kryeqytetit. Në prag të kësaj sfide, vllaznia drejtuar nga Endri Jukni dhe kolegu Fatjon Çekini, e cila është kampionë në fuqi për këtë kategori, po përgatitet intensivisht duke patur si objektiv fitoren e titullit kampion. Po jam shumë optimist dhe në të bësë vidje po nol edhe jena të mundu me bëmë atë mirën. Në fakt jo, kam nejtë të thonë të ankojnë quna dhe i blivetit fort se nuk kena që me hup edhe ishte momenti jo në dhe shpërthyme e përmys me lojen për 12-0-3-2. Në fillim është pak si e zymë të masonej është edhe ma impulsive se këj kena atë egon që do nga fitu, do nga mjau këthy. Partizani vështirë për të kaluar? Nuk është i vështirë, thjesht me ka një fjemat vëmendshëm ne. Ndoshta me reduktu pagu gabimet tona që bëjmë, sepse jena fizikisht më të përgatitun, jena teknikisht dhe të na gjonat i kena. Por të theksuar është se ndonë se luan për Vllaznin U21, kapiteni Kuqëbjuve Mariu Lugaj është pjesë e formacionit edhe në ekipin e parë të drejtuar nga Artan Kalaja, dhe me shtat lartësinë e tij dhe vlerat që shfaq në fushën e lojës, ai konsiderohet si një ardhmë e sigurt e volejbollit shqiptar.